Të dielën e sotme, besimtarët orthodoks dëgjuan Ungjillin, që i udhëzon ato si të bëjnë një jetë të pëlqyeshme përpara Perëndisë. Mesazhi i Ungjillit është shumë i rëndësishëm dhe i qartë. Kërkoni më parë mbretërinë e qiejve dhe më pas të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Krishti na porosit të mos shqetësohemi. Ai na kujton se Perëndia është Atë i dashur, i cili di problemet dhe shqetësimet tona, madje më mirë se vetë ne. Krishti na porosit të lëmë veten tonë në dorën e Perëndisë. Ai kujdeset për gjithë krijesën dhe natyrën nëpërmjet përkujdesjes së tij hyjnore. Perëndia akoma më shumë përkujdeset për njeriu, që është krijesa më supreme e krijuar sipas imazhit dhe ngjashmërisë me të. Besimtarët ftohen t'i drejtohen Perëndisë me besim të plotë dhe t'i luten për problemet e përditshme, duke vepruar me kujdes e përgjegjshmëri. Shën Agustini thotë: ne duhet të punojmë sikur gjithçka varet nga ne, por duhet të besojmë se gjithçka varet nga Perëndia. Mesazhi kryesor që të krishterët ortodoks morën sot është të besojnë veten e tyre në duart e Perëndisë, duke kërkuar më parë mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, dhe Perëndia me dashurinë dhe dëmshurinë e tij të pafund të zgjidh edhe problemet e përditshme dhe të na dhurojë si shpërblim mbretërinë e qiejve.